Dyta, Zoti Lushtaku ka qenë në sulm permanent nga krejt lëvizjeve vetëvendose. Pra edhe pyetjet që shtrohen nga mediat janë pjesë e inskenimeve të lëvizjeve vetëvendosje. Pra pjesë e këtyre thashëthëmeve që bëhen për të. Prandaj gjuha, që është e tablu, veç pak. Po, jo, nuk dëgja. Lëvizja vetëvendose duhet të kenë lidhje të tilla. Jo. Unë e pyes vetëm për gjuhën që ka përdorur në raport me deputetën Matoshi. A është për ju e papranueshme apo jo? Dëgjoj, për mua gjuha më e papranueshme që ndonjëherë dikush e ka thonë e që ka pas fuqi politike shumë më të madhe se sa Zoti Lushtaku është Albin Kurti si kryeminist. Ka thonë hajvan. Dhe qytetarët besoj e din, a di çfarë është hajvan? Janë krejt llojet e shtazëve të egra dhe të buta. Mos më shtem të numëru të tëna. Pra, edhe tash nuk e pas asnjë distancim prej fjalorit të Albin Kurtit brenda lëvizjeve vetëvendose. As nga ai e as nga të tjerë. Kanë qesh. Shikojë shovidon, e Jona Kesh, Sveçla Kesh, të gjithë. A mundet të përdorin fjalë tjetër? Po edhe Zoti Lushtaku besoj ka mujt me përdor ndaj fjalë tjetër. Po, dëgjoj, unë mendoj që diskursin Zoti Kurti e ka të blu vet, edhe ai është viktim i këtij diskursit. Mos harron, ai mundet mu zbut, edhe mu bë i but, po njerëzit gjithmonë kanë me marrë në men si njerin më përçarës në skenën politike të Kosovës. Por Zoti Kurti në atë intervistën në Kanal 10 ta ndër të tjera që 16% të territorit e ka vënë në kontroll. S'është përçarës, është përbashkues. Këto zgjedhje është fat i madh që nuk janë për Zotin Kurti, nuk janë kundër Zotit Kurti. Zgjedhjet e 28 dhjetor janë për qytetarët e Republikës Kosovës dhe për qytetarët e Republikës Kosovës Partia Demokratike e Kosovës ka përgatitur një program të jashtëzakonshëm që është reflektim, personifikim i krejt kërkesave, shqetësimeve dhe sfidave me të cilat ata do të thotë ballafaqohen në bazat. Krejt në fund, a mund të ketë Kurti 3 apo jo? Kurti 3 mund të ketë natyrisht në ato botën virtuale kur ti vendos syzat e tij VR, Meta VR, kur ti vendos mund të ketë atë qeveri Kurti 3. Po këtë realitetin ton që jetojnë kosovarët pa ato syzet. Thoni do të ketë Hamzani. Nuk do të ketë dhe do të ketë Hamzani dhe unë ju garantoj që do të jetë një qeveri e cila rikthen shpresën të qytetarëve të cilën ky njeri ka mbyt tash 5 vjet. Dhe verami kënaqësi të kisha në studio. Falenderoj shumë për kohën dhe gatishmërinë. Faleminderit juve. Ne të nderuar shikues do vazhdojmë në kronikë dhe flasim pikërisht për lëvizjen vetëvendosje, e cila duket se po përdorin një qasje më të moderuar. Njohësit thonë se kjo strategji ndërlidhet me humbjen eventuale të ndonjë votuesi.